E sot në studio kemi një autore që nuk shkruan libra, shkruan kujtesë, përkatësi dhe shumë dashuri. Ajo vjen me librin e saj Qëndro në vatër apo Ostani vogënishte Tom, një vepër që ngjalli emocion shumë të veçantë në mesin e pensionistëve pikërisht në Fushë të Panë, aty ku u promovu edhe për herë të parë. Në një atmosferë të ngrohtë, me njerëz që mbajnë traditën gjallë, libri u prit me shumë atmosferë edhe shumë respekt dhe duar trokitje me figura të njohura nga Gostivari, Tetova, Shkupi, e nderuan autoren me prezencën e tyre. E sot ne do të flasim për mesazhin e librit, për rrugtimin e autores, për emocionet e një promovimi shumë unik që rrallë herë dikush i kujtohet edhe ta bën në këtë mënyrë dhe mesazhin që vepra e saj sjell. Të mos largohemi kur nga ajo që na mban njerëz, nga familja, nga gjuha, dashuria dhe mirësia. Zënja Merita, mirë se erdhët në emisionin tonë, është kënaqësi t'ju kemi. Mirë se ju gjeta, më vjen mirë dhe ju dëshiroj çdo të mirë dhe gjithë të mira në të gjithë stafit tuaj këtu që faleminderit shumë. Ju morëm neve e dim se veprimtaria juaj nuk fillon e as nuk do të mbaron këtu. Po e fundit ishte edhe libri Qëndro në vatër apo Ostani vogënishte Tom. Çfarë ishte nxitja juaj që ju shtili ta shkruani dhe ta sillni në jetë këtë libër? Në realitet kjo është libri im i 5. Po. Libri im i 5 është edhe ndërsa me poezi është libri im i 3. Libri im i parë është Imagjinata e Nacakës me poezi, libri im i dytë përsëri me poezi është Pramerësja fala dashurisë, edhe kjo është libri i 3. Mirë, po këtë libër të 3 vendosa ta bëj në dy gjuhë. Është çështja se poezia nuk ka shumë gjuhë, nuk është shumë gjuhë, poezia ka një gjuhë. Poezia është artë, në artë këndon shpirti. Shpirti e thot atë që e mendon. Poezia është diçka që të lidh aq fort, me anë të saj ti e tregon ndjenjat, çdo gjë që ke, faktikisht, edhe veset, edhe virtytet të një njeriu. Është një vepër që u rregullua nëpërmes një redaktore e cila nuk është këtu. Pikërisht e keni njoftuar nëpërmjet poezisë edhe ato, apo? Nëpërmjet poezisë. Ajo më diktoi, më kërkoi, jeton në Toronto të Kanadas. Është një shkrimtare, mjaft e aftë, i ka mbi 100 e sa vepra, ka shumë çmime të marra edhe kudo është paraqitet. Ndërsa atje jeton, e luta apo vjen për promovim, më shkruajti një letër për shëndetse, duke më thënë se nuk mundet tani njëherë për njëherë, ndoshta verës. Verës ta kur do të vi, do ta rregullojmë librin e dytë. E dytë, besëm, ju ka detyruar që tani mos të ndalen. Ajo i pëlqeu poezitë e mia edhe më luti që t'i përkthej. Unë nuk kam pas problem me gjuhën edhe e përktheva nga dal, i përktheva dhe derisa ja dërgova asaj, kur shikoj për çdo poezi, ajo e ka bërë nga një ilustrim. Ka një ilustrim në dy gjuhë, poezia shqip, është pastaj maqedonisht, edhe pastaj për çdo poezi sipas tematikës e ka bërë nga një ilustrim. Mos vallë ndoshta nëpërmjet këtij ilustrimit ne ta ndjejmë edhe më thellë në imagjinatën tonë, në iluzionin tonë poezi. Kjo është pikërisht. Po. Janë poezi me motive të ndryshme. Është poezia e cila veç Ostani vogënishte Qëndro në vatër. Vatra është tematika dhe idea kryesore. Vatra është thelbi, vatra është rënja, vatra është identiteti, është çdo gjë për krejt njerëzit, kudo që janë. Krejt mendojmë për vatrën. Të gjithë mendojmë për vatrën. Kudo që të shkosh, kudo që të vesh, përsëri një ditë do të kthehesh në vatër. Do të kthehesh se vetëm ajo të pranon. Vetëm aty i ke edhe shtëpin tënde, i ke edhe varezat e gjysherve, e së gjysherve, i ke aty toka i realisht gjithçka që na identifikon e kemi. Po, krejt identifikimi jonë është nëpërmes vatrës ku jemi, a në këtë vepër, atë e kemi. Identifikimin tonë me vatrën është edhe gjuha. Me gjuhën e kemi edhe mirësinë, e kemi dashurinë, e kemi qëndresën, forcën tonë
Dhe normal, ma në fund, qëfar arrim ne të mbrim me atë dhe qëka mund të bëjmë për të qenë edhe më të mirë. A mund të bëjmë diçka për të qenë më të mirë, a mund të japim diçka. Këtu keni dash të dilin, do të na jep një motiv, kurajo që njerëzit, duke lexuar një poezi, cila do qoftë nga ky libër, të inspirohen dhe të japin ndoshta maksimumin nga vetja, të paktën një gjë të mirë ta bëj. Është, me vërtet është një ndjenjë jashtëzakonisht e fortë. Kur nisish të shkruash, ajo buron për një herësh frymëzimin. Dëshiron të thuash diçka, e me atë që thë, aty qëndron esenca, diçka që nuk të pëlqen, ti e paraqesish normal ne poetët me atë figurave stilistike, shpërthejmë si vulkan edhe tregojmë diçka që s'na pëlqen. Protestojmë nëpërmes poezisë, ose dashuria që është në pikë të pa, në rrend të pa, ajo që na mban gjallë. Gjallë, po. Gjallë që na mban. Ajo duhet të jetë në mes njerëzish. Mirë po, ndonjëherë aty përzihen disa gjëra. Fatkeqësisht. Janë disa vese që nuk hiqen lehtë. Nuk hiqen lehtë. Është një luftë në mes të mirës dhe të keqes. Unë mendoj se ne jemi vetë vetëdijshëm për veprat që i bëjmë dhe ndoshta ndonjëherë njerëzit ato veset e këqija i arsyetojnë me ndjenjat momentale, po unë prapë them ne vendosim të sillemi mirë apo ne vendosim t'i bëjmë dikujt dëm. Mendoj. Po, shiko, janë poezi ku i kam paraqitur me vërtet disa momente kur njeriu mund të shkele dhe të kalojë mbi njeriu. Është çështja e interesit, është çështja e dyftëshmërisë. Po. Dikund e quaj në ndonjë poezi, e quaj egohip. Këtë fjalë, që është një fjalë e përngjitur, e kam marrë prej shkrimtarit tim shumë të preferuar, Zia Çelët, se nuk ka vepër që s'ja kam lexuar aty krejt prej fillimit deri në fund. Egohip. Egoist, hipokrit. Hipokrit. Edhe një fjalë. Sa e bukur, egohip, do shfrytëzoj nga tani. Do praktikoj ta kem në fjalën. Një herë në fillim nuk e kuptoja. Po, çfarë do të thotë, po? Direkt i shkruajta, si jemi miq. Po. Ç'është kjo fjalë kur tha egoist dhe hipokrit në një vend? Sepse egoisti është aq vetëm për vete mendon, a duke menduar për vete gjithmonë nuk është i sinqert. Për herë është dyftyrë. Gjithmonë dikush i ka hyrë në rrugë atij. Po. Kjo është me vërtet përsëri është një luftë e madhe e njeriut që përsëri diçka të drejtojë, të bëjë. Gjithmonë jemi në atë rrugë që atë që e shohim ta përmirësojmë. Ta përmirësojmë patën, po. Ndjenjës më të bukur, emocionit më të mirë që është dashuria. Juve dashurinë e shprehet edhe nëpërmjet promovimit të librit, ku e bët një promovim shumë të veçantë. Ishit në mesin e pensionistëve. Po. Si lindi kjo ide që t'jeni tek ata të cilët më së shumti kanë nevojë për vëmendje, dhe ndoshta ata janë të cilët kanë më së shumti dashuri brenda vete. Ashtu. Shiko, ishte një moment shumë interesant. Derisa unë jam vetë pensionist. Po. Nuk vërrejeni që jeni një e tillë. 5 vjetë si kam dalë në pension. Edhe kur më shohin, po si kështu ti e rinuar? Çfarë? Po dilni në pension do të rinoheni, vetëm me punë. Kjo, me vërtet, kjo është diçka jashtëzakonisht e mirë. Edhe është një mësuese ime, e imja, në Tetov, më ka dhënë mësim. A këtu është një me vërtet shumë aktive edhe në lidhjen e pensionistëve të Maqedonisë. Është Nurie Kadriu. Edhe një ditë më sheh në rrugë, më merri ta, se zakonisht eci, e bëj një sport të bukur, eci. Çfarë bën? Të shkruaj. Po pse nuk vish ta në aktivin ton këtu të pensionerëve në Fushtofa? Po, nuk kam kohë, hajde me njerë, tha të vish. S'ka qarë kohë, dilë pakës nga pre aty. Je mbyll gjithë ditën shkruan, edhe që... Ke nevojë ndonjëherë? Edhe shkova. Ashtu bukur më pranuan pensionistet aty, ashtu mirë.
Andaj kur kuptua se jam poete, të lutem na lexo diçka. Po. E fillova t'i përkthej poezitë e mia shqipe në maqedonisht. Që ta kenë më të Që lehtë. të kuptojnë, po. Se pak jemi ne shqiptare aty në aktivin e grave të pensionistëve në Fushtopa. Edhe njësa, ato ashtu e pëlqyen, ashtu e pëlqyen. A, për herë kur do të shkojsha? Jo, ti do të na lexosh. Ja, kështu edhe fillo, u bëra antare e rregullt e pensionistëve atje. Edhe normal, 2 herë shkojmë, 1 herë shkojmë, 2 herë shkojmë atje. Edhe dal nga dal, ajde libër. Pse librin nuk e ndjeri? Thash, po, jemi duke përgatitur thash të libër. E mezi se pitën. Shiko, edhe më njëherë e vunë në program. Në programin tonë, është Lubica, kryetarja, do t'jetë promovimi ytë, vetëm ti kur do të thush. Kur do t'a vendosish? Kur do t'a vendosish, edhe kur u thash se këtë ditë do t'a bëjmë, e din qarë gëzimi ishte ajo një... Jo, sëllën emocione. Ama interesant. Unë do të cili këtë, unë do të cili atë. A vëdi qarë gëzimi, pre të gjitha ato shumë. është një shoqërim aqi afërt, aqi i mirë, aqi... Janë shumë të sinqerë. Shumë mirë, me të kalojmë shumë mirë. Aty nuk shikojmë asgjë. Kanë aktivitetet të ndryshme. Ulemi, bisedojmë, këndojmë, flasim, punë. Qani hale. Është çështja që me të vërtet bëjmë aktivitetet të ndryshme. Pa. Shkojmë në për vendet të ndryshme, shkojmë në për këto institucione ku janë këto të pleqt. Apo? Po, shkojmë në Ilino. Mandej kur vjen në para vitit të rimbledhim, vullnetarisht ne me të hollat tona bëjmë paketa për ato që nuk kanë për njerëzit me nevojë. Ti nuk e dish, një prej ditëve vendosëm të bëjmë një aksion. Të pastrojmë parqet, krejt me doreza, me najvora, Po do një shembull për të park. Le të shohin të rritë, le të shohin banorët e ndërtesave. Pa. Se ata, mendja nuk u shkon as pak, fundja, vetëm fëmijëve të tyre. Ajo është të borre i shtëpive të tyre, pa, fiks. Ave na duhet një ambient i pastër, ekologjik. E kam fjalën, çdo gjë jemi duke bërë. Është një aktivitet jashtëzakonisht i bukur, i mirë, por shkojmë e shetisim, shkojmë në Ferizaj. U kënaqëm. E keni një familje të dytë. Dhe jo vetëm atje, në Vranje. Shetisim, andej këndej krejt, bashkari shkojmë, kënaqemi. E kam fjalën, me të vërtet, pak ka gra shqiptare dhe unë habitem përse çka janë duke bërë, pse nuk po na bashkohen, pse nuk po vinë aty. Është gjë jashtëzakonisht. Po pse mendoni se mungon interesi nga gratë shqiptare të cilat janë në shtëpi, e kanë mundësinë që ti bashkangjitet? Nuk e di. Është një gjë që një herë duhet të vinë. Dhe me njerë dashurohesh. Dhe do të shohin se me të vërtet si është aty, edhe pastaj do të vinë. Mirë, po nuk e di. Ndoshta janë me obligime, kanë familje. Jo, po edhe ndoshta i ruajnë ato lipat, po besat e, ku e di, ndoshta janë, ose ndoshta nuk janë me shëndet mire. Edin, shiko, kush e diçka të jetë? Diçka se cili njeri ka... Fiks, se cili diçka i mungon. Në prezent ishte edhe doktor Berton Sulejmani, Xhemaludin Idrizi, Elmi Jusufi, të tjerë. Çfarë do të thotë kjo për ju? Shumë është interesant se Berton Sulejmanin e kam pas në Nxanës. Aq mirë ka qenë. Njëherë Nxanës. Pastaj ishte kolegu im, profesor në gjimnase, tash është në Universitetin e Tetovës dekan. Është me të vërtet i jashtëzakonshëm, shumë i aftë, shumë i mirë. I e pyeta, si të duket libri? O, tha e shumë i mirë. Do të bësh një pre recenzentve? Po, edhe u bë recenzent. E kisha edhe një recenzent, mirë po, mua atë ditë, ashtu keq ishte sëbur, poeti Daim Miftari. Daim Miftarin e kemi pa. A di sa i mirë. Shumë është i aftë si poet, si se kur e mori librin. Shumë qenë ka i mirë. Mirë, po mu atë ditë ishte sëmur, ashtu keq më erdi që nuk ishte mirë, po do të shifemi për sëmur. Pa tjetër që E janë këto dy shumë të mirë. E tash misafirët ati që ishin krejt
doktor, profesor, janë që shkrimtar, janë pedagog, janë kritik letrar, deri prej Tetovës më erdhi Oenumi, është shoqja e shkrimtarëve po, kemi qenë deri tek ata, po. Ata janë një grup, po. E mandej ishte edhe ABC-ja e Shkupit këtu. Ishin zoti Xhamaludin Idrizin, që e kam edhe si redaktor të romanit tim, librit tim të fundit të botuar Takim Rasti. Që unë sot kam derin, ta kam në duart e mia, dhe me nëzisi po pres që ta lexoj. Po. Ishte doktor Tahir Zajazi, po edhe njihemi me zonjën e ti, Naxhia Tetovare, Nuria Tetovare, unë Tetovare, me të vërtet Tetovare, po kja që jetojt 50 vjetë në Shkup. Edhe më thënë ti ma shumë shkupjane, jesë Tetovare. Fiks. Mirë po si u quaj. E si e ta më herët, unë mendoj se aty edhe ku vepron, aty ku jeton, aty e ke shtëpin, aty e ke zemrën. Kreti kam këtu, mirë po, më tërhek të toma, aty kom linë. Vatra, e tham që në fillim edhe libri e keni sjellur Qëndrona Vatër. Jo, a shifni librin e fundit, se do flasim pak edhe për librin të cilin e kam në dorë tani. Këtë libër Qëndrona Vatër si ruajtje e identitetit dhe vlerave tona. Po, është ruajtje e identitetit dhe vlerave tona, si popull të shqiptarve, po edhe të majtë. Që cili popull shikon të ruaje identitetin e. Dhe prandej u pëlqye vepra. Dhe prandej edhe ajo, Vera Samariani, e shkruajti se kjo vepër është një vepër me të vërtet ku autoria tregon se bashkëjetesa është një gjë shumë e mirë. Se cili popull shikon, nëse jeton në... Mësojmë gjëra të reja. Mësojmë gjëra të reja, në mirësi. Nuk ka qka aty në mes vete të kenë. Edhe, ajo është një shembull shumë i mirë i kujtesës së të kaluarës dhe të ardhmes. Sepse, ne kemi përjetuar shumë gjëra, si popull, si mes të gjithë popullt. Kemi përjetuar, në për historiate e tregon, luftërat të ndryshme, gjërat, turbulencat të ndryshme, politike të ndryshme. Mirë, po tani veç ma veç. është sa do kudo partit politike janë diçka krecisht temë në vete. Ka flasim ne për ndërgjegjësimin ton dhe për... Ajo është, po me vërtet. është çështja që sa do kudo kam zgjedh tema që kanë të bëjnë edhe me familje. Për grua, veç për grua. Ajo është themeli i shtëpisë. E vërtet. Ajo e mban familjen. Ajo është me qëndrimin e saj, me edukimin e saj, i edukon fëmijët, a fëmijët janë ardhmëria. Një familje e shëndosh është edhe ardhmëria e një kombi. E vërtet. Se vetëm familje e shëndosh, një familje të shëndosh, ke fëmijë të shëndosh dhe ata fëmijë sjellin ardhmëri. Librin apo romanin Takim Rasti e kam në dorë. E kam sot durat nga ju. Pak a shumë nga kopertina, e shoh se nga një aksident takohen. Vetëm pak me fjalë të shkurtra, dua të na flitni pak për këtë libër. Këtë roman e kam fjallën, kjo është vepra ime e 6. Nuk shkruem për një herë. Kjo është 3 vjetë e kam shkruar, ngadal, mirë, po idenë veç e kisha. Rastësisht 2 profesor, doktor profesor, ande kjo do të bëhet doktor, se kjo ishte magjistër. Rastësisht duke shkuar në të njëjtin drejtim, mirë, po shumë komunikacioni madh, edhe të përplasen. Mirë, po jo shumë, po sa do këto prapë. Edhe të 2 dalim e me të rësë kjo, si ashtu. Ajde, zonja dhe të unë, asë një herë s'kam për diqka, ma ajmë brapa. Edhe veç prej qëndrimit si person, kjo veç me dinë si ishte nervozu, filloj pak, por, po thatë, do të vonohemi, unë do të vonohem, tha në institut jam. Kjo të spëjtë unë atje për shkoj. E po haj, shkojmë atje, aty do të binemi veç për atë. Edhe ashtu fillon gjithë shka. Shkojnë se cili, kjo shkon ullet në vendin e vetë, a e shkon
ati ku duhet të shkoj, edhe pastaj ma veç. E kam fjallën, Historia fillon. Historia do të nise, ati do të shefqaj, kur do të dali, do të lexoj, të punimet e veta shkencore. Pa. E kam fjallën, kjo ishte fillimi. Mirë, po kjo ka shumë tema në vete, tema dhe nën tema. Kryesorja është zbulimi i një bari që sot e kësaj dite nuk ekziston. Janë ilaçe alternative, mirë po, që shpëton kretë. Jetë, pa, edhim kemi dëgjuar, sidomos tani ku janë shpeshuar. Një shpeshuar. sëmundje me të vërtet është e randët, sidomos kur i gjuan fëmijët, fibroza cistitis. Dhe ajo më rinte në kokë, se kam pas rastin të shoh një fëmijë. Edhe bile bete kam shkruar veprën, kur vinë atë pjesë më qatë. Po, sepse e keni shumë emocione. Me emocione përjetoj. Dhe me thënë, kjo është ajo themelorja, zbulimi i një bari, është një ekip nga të gjitha anët, shqiptare, ku ka shqiptar, Maltëzi, Preshep, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri e kretë, janë mbledhur gjithë të rite që s'kanë studiuar e punojnë se. Kjo është një prej temave. Tema e dytë është familja. Ajo, raportet familjare, të mira, të këqija. Do një herë të turbulluara. Të turbulluara. Një temë tjetër që bie në sy në roman është dhuna e madhe ndaj femrës, sepse në kohët e fundit ma kemi dëgjuar se çka janë duke bërë. Çfarë po ndodh me femrën, sa e pafuqishme është para një mashkulli i cili e paraqet veten me dhunë para saj. Pastaj kemi një temë, nën temë tjetër, largimi të rinjve, arsimi si një prej kyçeve, pikave të romanit. Po, realisht po. Realisht po, nxënësit, se si shpërngulen, se si shkojnë, po largohen, të rritë që mbarojnë fakultetet nuk kanë punë, edhe nisin migrimi. Keni kapur temat më sociale dhe më tema e nën tema të ndryshme që ngërthehen në mes veti, e pastaj kështu njëra me tjetrën, pastaj burojnë e kaluara e vim në të tashmen, e kaluara si ka qenë e sot me si është, me kujtime me atë, e po doli romani. Dhe doli në fund edhe romani. Zonja Merita, jemi në fund të minutave të emisionit, dua një pyetje. Pak para se ta fillojmë emisionit, më përmendet se jeni duke përgatitur diçka të re. Do e zbulojmë apo do e lëmë sekret? Jo, unë kam konkuruar në Ministrinë e Arsimit me kritika. Shqyrtime kritiko-letrare. Ato janë veprat më të rëndësishme dhe të nobelistëve botror. Por edhe të shkrimtarëve tonë shqiptar, duke nisë prej Ismail Kadares, edhe duke dalë të Fatos Kogoli, të Ridvan Dibra, të shkrimtarët tanë këtu në Maqedoni, po, e kemi Ismail Aslanin, e kemi Murat Isakun, Abdelaziz Islamin, Gjabir Ahmetin, edhe shumë të tjerë. Është libri në Ministri. Plus edhe një libër tjetër në dërshkrim e kam, është me poezi, Zëri që s'hesht. E aty jam vulkan. Aty shpërse. E po disa gjëra që i shoh që nuk më lënë të qetë, edhe unë atë e paraqes. Nëpërmjet librit keni... Nëpërmes vargjeve, nëpërmes fjalëve, nëpërmes... Do jetë roman, apo do jetë poezi? Poezi. Poezi do t'jem poezi. Do t'kisha lezuar një poezi. Po, pa tjetër. Hajde të shofim cila ra, këtu të shofim ndalë. Kam poezi për nanën. Për nanën? Po si jo, abe shumë kam poezi të ndryshme. E lexojmë. Nëna nuk ka vetëm një ditë në vit. Nëna, krejt ditët e vitit janë të saj. Kështu e shkruaj. Kujtimi yt. Në qiellin e zemrës time, yjet janë fytyra jote. Në çdo hap të jetës, loti im rëfen, për jetësinë e emrit tënd. Vitet shkojnë e vinë. Kujtimet rinjallë. Ti më dhe krah, shqiponj, haprove në jetë. Fjalë guximit tënd dhe dashurisë sam, unë u bëra kjo që jam në. Faleminderit, zonja Merita.
do qohem këtu t'ju përqafoj. Ju faleminderit shumë edhe për këtë bisedë edhe për këtë intervistë kaq të bukur. Ne shumë shkurt do shkëputemi derisa të rikthehemi në studio edhe me misafirin tjetër, ndërsa unë do e përqafoj edhe një herë zonjën Verita. Se më gjeshtë jam